Një situatë e papërqendrimit po ndodh në Shkodër këtë ditë me orkestrën simfonike nga Benet Beci dhe shpura e tij e transportuar nga Tirana për të drejtuar kulturën. Para disa ditësh kemi bërë prezent heqjen e shumë muzikantëve të kësaj orkestre në mënyrë të fshehtë dhe të pabarabartë, përmes një konkursi as pak transparent nga ana e bashkisë, ku sot e gjithë ditën nuk janë shpall fituesit dhe nuk dihet fati i tyre. Ditën e djeshme, në një prononcim të gjatë në media dhe në rrjetin e tij social, drejtori artistik dhe dirigjenti i orkestrës simfonike, zoti Jetmir Barbullushi, lëshoi akuza të rënda ndaj Bashkisë Shkodër dhe Benet Becit, duke deklaruar se e kishin shkarkuar pa dhënë në dieni. Ai vetë dhe kolegët e tij muzikant ishin shokuar kur në një video të hedhur nga Benet Beci në rrjetin social Facebook, njoftonte që kishte emëruar drejtor dhe dirigjent të ri. Jetmir Barbullushi është embleme e artit dhe e kulturës mbar shqiptare, si dirigjent dhe kompozitor. Të hedhësh baltë mbi figura të tilla, me kontribute të jashtëzakonshme në skena kombëtare dhe ndërkombëtare, është jo vetëm e turpshme, por edhe e pafalshme. Për 51 instrumentist u bë audicion, ose gjoja audicion, por ama dirigjenti shkarkohet me Facebook. Në intervistën e tij, zoti Barbullushi ka vendosur të flasë gjatë për të treguar të vërtetat e tij që flasin për presione nga administrata e bashkisë mbi artistët dhe vetë atë. Partia Demokratike i bën thirrje Bashkisë Shkodër dhe Benet Becit të ndalë menjëherë këto stile të vjetra të luftës së klasave mbi artistë të shkodran dhe të kthejë në normalitet funksionimin e orkestrës simfonike, si aseti më i çmuar që kemi. Ne do të jemi me artistët dhe në mbrojtjet e tyre deri në fund.